është edhe me qëllim për të kaluar gjithë mandatin e dytë të presidentit Trump, për të mos shkuar më tej edhe ato që janë firmosur marrëveshje e të tjerat. Ju si mendoni, profesor, do ta kalojnë zgjedhjet e 7 qershorit këtë moment, apo prap do shkojmë nga kriza në krizë? Se qani, duhet me pas parasysh se përderisa në Kosovë ishte krijuar një rrethane të tillë kushtetuese dhe politike, që e bëri krejtësisht pamundur funksionimin normal të aparatit shtetëror, por edhe legitimitetin parlamentar, atë s'kishte rrugdalje tjetër, pos shpaljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme si një mekanizëm i vetëm i cili kishte mbet për tejkalimin e bllokadës së krijuar. Mirë po, këtu duhet ta themi qartë se zgjedhjet nuk e besoj se mund të paraqesin ndonjë zgjidhje të qëndrueshme të krizës politike në Kosovë, pa një ndryshim rrëndësor të raportit mes bllokut opozitar dhe bllokut natyrisht tani qeveritar i cili po. Dhe në anën tjetër edhe pa një transformim rrëndësor natyrisht të kulturës politike këtu te ne në Kosovë. Te duhet ta themi qartë. Këtë aspekt zgjedhjet nuk e besoj se mund të paraqesin ndonjë zgjidhje, nëse ato nuk do të prodhonin një shumicë absolute parlamentare për faktin se detyra prioritare e kuvendit të konstituar pas zgjedhjeve të parakohshme të cilat janë caktuar për 7 qershor, është zgjedhja e presidentit. Dhe unë nuk e besoj se asnjëra prej këtyre dy bllokeve të konfrontuara politikisht aktualisht në Kosovë, do të fiton shumicën absolute e cila natyrisht do të ketë mundësi të nominoj të zgjedh presidentin. Në anën tjetër nuk shihet një do të thotë konsensus i mundshëm ose një marrëveshje çfarë do të natyre qoftë mes subjekteve politike për zgjedhjen e presidentit. Prandaj pikërisht ky pozicionim konfrontues mes pozitës dhe opozitës mund të sjellë kriza ose të ndikon në riciklimin e krizave, mirë po do të ndrohen vetëm aktorët. Tani opozita natyrisht kërkoi dhe kundërshtoi tendencën për monopolizim të gjitha funksionimeve të aparatit shtetëror, natyrisht e kërkoi dhe u erdhën deri te zgjedhjet e jashtëzakonshme, mirë po nesër natyrisht pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme është e mundshme se qeveria aktuale, natyrisht partitë aktuale të cilat janë pushtet, do ta përdorin mekanizmin e tillë të bllokues me qëllim të kalimit ose shkurjes sërish në zgjedhje. Këtë drejtim zgjedhjet dhe atë do të kemi një riciklim të vazhdueshëm, por vetëm do të ndrohen aktorët në këtë aspekt. Dhe në anën tjetër, ajo çka është problematike në Kosovë është fakti që faktori ndërkombëtar, i cili deri më tani e ka shfrytzuar autoritetin e vet dhe ka pas fuqi influencuese dhe ndikuese në interes të Kosovës, natyrisht të ndikojnë të subjekte caktuar që ti të i kalojnë egot të ndryshme individuale ose politike në interes të funksionimit të aparatit shtetëror, tani ato i shohim si krejtësisht si neutrale dhe indiferente ndaj asaj çka po ndodh. Ka një tërheqje të butë, ndoshta. Natyrisht po, dhe nuk shpreh një gatishmëri që ta shfrytëzojnë autoritetin dhe pozicionin. Po, mirë Shtetet e Bashkuara, dakord, për shkak të rrethanave, ndoshta që se kanë mendje shumë me administratën e dytë të Trumpit, janë pak më të tërhequr se këtë e vëmë edhe në Tiranë. Po Britania aty, Gjermania, me përjashtim të deklaratave retorike në mediat e ndryshme televizive kur thuhet se apelojmë te subjekt politike që ti të i kalojnë to, nuk ka një vendosmëri sikur përpara natyrisht kur vindin gjithë ambasadorët e grupit të kontaktit të kthimtit aty dhe bisedonin natyrisht të Këshillit të Evropës dhe bisedonin me struktura të ndryshme partijake dhe kuptoni, shikoni çfarë pozicioni është sjell Kosova. Ne ishim prag të humbjes se fondit e Bashkimit Evropian për masa gjigante, do të thotë rreth 1 miliard euro, për shkak të mos konstituimit të institucioneve shtetërore dhe tani prapë është aktualizuar kjo çështje. Çka do thotë kjo? Inati dhe agresiviteti, qëndrimi agresiv i bllokeve të caktuara në raport me njëra tjetrën, po ndikon natyrisht në dobësimin e fuqishëm të autoritetit dhe të kredibilitetit ndërkombëtar, por natyrisht edhe damtimit të standardet dhe të jetës së qytetarëve këtu të ne në Kosovë. Profesor, ne ishim mësuar që deri tani ne jemi një, po këte i drinit andej t'ju merren për shembull si për procesin zgjedhor,
kohë rekord, përfundimi, njohja e rezultatit, nuk ishte kontestime, por edhe të marrëveshjeve politike, se kemi parë edhe kryeministra me shumë pak deputet. Ndërkohë që çfarë ndodhi tani? Do shta mungojnë dhe burrat e shtetit, po mungojnë edhe dëshira për lëshuar. Mund themi që